Kjo e fundit, përgjigja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është një përgjigje infantile, e papërgjegjshme. Një përgjigje e cila realisht nuk mund të jetë kurrë ashtu për një zhdukje të 130.000 fletë votimit, të cilat janë në realitet karta me vlerë. Shtypen në shkëlqyeshmërinë e posaçme, me kode sigurie dhe trajtohen si karta me vlerë. Kjo ato janë fletë votimit dhe nuk mund të kesh një qëndrim të tillë në fletë votimit ndaj 90 dhe sami që thonin ata, të cilët thoshin që u harruan, nuk u regjistruan, nuk u shënuan, nuk mund të ketë të tillë mundësira. Për mua është një mundësi e pamundshme të ndodhi. Sepse ke të bësh me një vlerë të madhe juridike, politike, ke të bësh me një përgjegjësi të madhe me ato kartet e votimit. Dhe gjithmonë kartet e votimit janë trajtuar në mënyrë të tillë, si letra me vlerë, me shumë vlerë. Po këto zgjedhje duket sikur janë pa vlerë fare këto letra, po pasi zhduken, kemi parë nëpër ditën e votimit, kemi parë persona me fletë votimi të vulosur jashtë ambienteve të qendrës votimit. Kemi parë shumë gjëra. Dhe fakti që kemi parë shumë gjëra tregon pikërisht që këtu kemi të bëjmë me një shkatrim të thellë të procesit votimit. Me shumë element. Elementi 130.000 fletëve të votimit është një nga elementet që janë përdorur. Është një nga elementet i cili realisht hedh në erë procesin e votimit. Është një element. Ka shumë elemente të tjerë, të cilët dokumentacionet për ta janë mbledhur, po mblidhen, po çohen në KQZ, po grumbullohen, po sistemohen dhe do çohen padyshim në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Dhe që fatmirësisht, institucioni më i rëndësishëm ndërkombëtar i cili është përgjegjës për arbitrimin e zgjedhjeve, OSBE-Odiri, nuk është shprehur definitivisht, por ka dhënë një raport paraprak shumë shqetësues, dhe duke ngritur këto probleme në një mënyrë të qartë dhe që realisht të gjitha këto probleme që janë ngritur qoftë në raportin fillestar të OSBE-Odirit, bëjnë dhe hedhin në erë të gjithë procesin zgjedhor. Pra kemi të bëjmë me një proces zgjedhor të goditur në shumë elementë saj. Jo vetëm elementi i 130.000-shit. Po të marrim mbetemi pak çaste vetëm ke pjesa e 130.000. Sigurisht këto mund të jenë përdorur për votën e diasporës, me atë çka ndodhi edhe me pjesën e Greqisë, por gjithashtu mund të hap rrugë edhe ta shoqëruar tashmë treni bullgar. Janë 5.225 qendra votimi në të gjithë Shqipërinë. Mjafton një fletë që të hapet çelësi i trenit bullgar për manipulimin e votës në çdo qendër votimi. Pra janë edhe 125.000 tjera, të cilat përse janë përdorur në 130.000-shit, unë nuk mund ta them, nuk kam interes. Jo, thjesht por fakti i zhdukesh dhe i gjetjes në këtë mënyrë të mos regjistrimit të 130.000 fletëve votimit është një goditje kaq e rëndë për të proces zgjedhor që mjafton kjo për të hedhur në erë procesin e zgjedhor. Pastaj janë përdorur për të falsifikuar fletët e votimit të ardhur nga diaspora. Për ato që s'kan arritur kurrë, janë çuar dhe ka përfunduar në kazane atje. Përveç që janë shkruar në qendra ku grumbulloheshin militante dhe patronazhistë e PS-s. Janë shfryzuar pikërisht për të përdorur këtë mënyrë kalimi dorë mas dore që quhet treni bullgar të fletëve votimit. Janë përdorur për gjëra të tjera, ky është një problem tjetër. Fakti është fakt. Fakti është fakt. Dhe fakti është shumë i rëndë. Fakti është jashtëzakonisht i rëndë. Dhe fakti flet vetë. Pasandaj, të tjerë duhet të investigojnë dhe të gjejnë ku kanë përfunduar, si janë përfunduar. Por vetë mjafton ky fakt e përsëris prapë për të dytën herë, hedh në erë gjithë procesin e votimit në një vend demokratik. Po sigurisht që po thoni autoritetet duhet hetojnë, sigurisht SPAK kishte ngritur një task force edhe para zgjedhjeve, para datës e votimit. Kjo task force a bëri punën dhe a është besimi në SPAK që mund të shkojë hetimi deri në fund? Dhe që s'bëri asgjë. Po për mua ishte thjesht një mënyrë për treguar që po hetohet, një mënyrë për të justifikuar shumë gjëra që kanë ndodhur, por në realitet nuk bëri asgjë. Nuk kemi as edhe një material konkret nga ata, nuk kemi asnjë denoncim nga ata, denoncimet janë të gjitha nga opozita. Denoncimet janë ose nga opozita, ose nga qytetarët e thjeshtë, të cilët kanë sjellë foto, kanë sjellë dokumentacione, kanë sjellë dëshmira, të cilët tregojnë pikërisht këtë gjë, shkatrimin e gjithë procesit të votimit që ndodhi në Shqipëri. Dhe ky është thelbi, kjo është esenca.
Pasandaj, dikush mund të thotë, që përdorën, si u përdorën, atë janë element teknik që nuk... Procesi votimit është i komprometuar thellësisht, mjafton me faktet që janë. Që do thotë pra nuk duhet njihet ky proces zgjedhor që ndodhi në 11 maj. Është një proces i cili nuk ka prodhuar dhe nuk ka dhënë zgjedhje të lira të ndershme, jashtë standardeve demokratike. Pra po thoni që ky nuk është vullneti qytetarëve. Jashtë standarde europiane dhe që nuk përfaqëson vullnetin e popullit shqiptar në këtë proces votimi. Pra ka dhënë një rezultat të deformuar të ti, dhe si pasojë kësaj del një parlamenti deformuar, del një qeveri e cila nuk është e përputhshme me vullnetin e shqiptarëve, që do ndjekim këto numra që kanë dalë nga ky proces votimi. Kështu shikohen gjërat. Kështu diskutohen gjërat, edhe kështu arritën konkluzione. Kjo është politika demokratike që bëhet, dhe kështu duhet analizuar gjithë ky proces. Mbi këtë bazë, mbi deformimin e tij të madh dhe mbi rezultatin e deformuar që dha, i cili realisht krijon pastaj një deformim të thellë dhe një vendosje me kokë poshtë të gjithë demokracisë shqiptare. Patjetër, kur kemi edhe zotin Berisha, i cili dënonson se janë 20 deputet që janë futur në kuvend nga krimi organizuar, nga kartelet të drogës, pra duket sigur krimi në zgjedhje është denoncuar më së njëherë nga zoti Berisha, troplinve, xhaballëve, është operacioni pas zgjedhor i spagut me antimafian italiane. Unë thash se edhe pak përpara janë shumë elementë që kanë deformuar të procesit votimi. Janë fletë votimi që zhduken, janë grupet kriminale, janë paratë që u përdoren, janë administrata që u terrorizua, është kontrolli mbi çdo qytetar, është ajo që ndodhi me fletë votimit në Greqi apo diku tjetër, të cilë nuk shkuan në dorën e qytetarit, por shkuan në përqendra dhe mbushin atje në përthese. Janë shumë element. Pra, ky proces votimi është deformuar dhe është shkatruar në shumë element të tij. Shumë element, të cilët padyshim tashmë po zbardhen një nga një. Po zbardhen me radhë, duke dhënë dolën shumë element që lidheshin me votën jashtë, dolën grupet kriminale, që thatë juve, zoti Berisha, që i ka denoncuar gjithmonë dhe përpara, edhe gjatë fushatës, edhe tash padyshim i ka konfirmuar se i konfirmuan vetë ngjarjet dhe dëshmitë e reja që erdhën, edhe paratë që janë përdorur, edhe administrata që është përdorur që ne shikonim për ditë dhe kemi denoncuar për ditë atë gjë, edhe mjetet e tjera në infrastrukturë që janë përdorur krejtësisht jashtë ligjit, janë shumë element që janë përdorur. Pra është një proces i goditur në shumë pika, jo në një pikë vetëm. Patjetër, është OSBE-ja që në raportin paraprak thotë që këto zgjedhje nuk ishin barabarta, në anglisht madje fjalia. Por kemi një rezolut të radhës nga IDC, CDI, i cili ka dënuar atë si shëndodhi me datë 11 maj, madje ka shkuar edhe më tej duke kërkuar qeveri teknike, kujdestare në mënyrë që të përgatitet vendi për zgjedhjet parakohshme, por as vendi të mos ngelet në ngërç për procesin integruese në Bashkimin Evropian. Kjo është e dyta nga CDI. Çdo këto rezoluta të cilat po dënojnë, nuk ka mënyrë më të mirë për të goditur procesin e integrimit evropian të vendit sa të deformosh votimin. Kur deformon votimin, deformon demokracinë. Hedh në erë demokracinë. Europa është djepi demokracisë, është djepi votës lirë. Pra, mënyra më kriminale për të goditur dhe për procesin integrues të Shqipërisë është të goxasësh procesin e votimit. Ti heqësh qytetarëve mundësinë e votës së lirë, i cili është thelbi, është themeli i demokracisë së çdo vendi, dhe pa të cilën nuk ka Europë. Lëri të shtohet andaj këtej në mënyra ilustrative disa herë. Po kjo është e vërteta e madhe. Dhe këtu është baza e gjithçkaje. Prandaj dhe lufta për demokraci, lufta për votë e lirë është vetëm luftë që çon Bashkimin Evropian. Çdo përpjekje e cila godet themelet e votës lirë, godet rrugën e integrimit të Shqipërisë. Mos kemi iluzione dhe mos ketë kërkush iluzione për të gjë. Ti lën sofizmat, ti lën ato zbukurimet, por e vërteta e madhe është kjo. Dhe këtu qëndron çështja. Dhe prandaj ne duhet të përpiqemi të gjithë së bashku të luftojmë votën e lirë. Rezoluta e fundit e partive 108 parti është mjaft pozitive. Tregon se ka filluar një sensibilizim i madh i forcave politike. Dikush mund thotë janë parti jo në qeveri, një pjesë e madhe e tyre në qeveri. Një pjesë e madhe e tyre që ishin atje kanë maxhorancat në vendet e tyre. Dhe nuk janë pak. Por kjo tregon që këtu po përhapet. Pra, ky mesazh i qartë tashmë po përhapet. Se ato forca politike janë forca shumë të rëndësishme. Janë forca që janë në Bashkimin Evropian, që janë në Këshillin e Europës, që janë në NATO, që janë në qeveritë e tyre, që janë kudo, që janë në të gjitha organizmat ndërkombëtare, kanë përfaqësues të tyre dhe në OSBE,
Pra, është një diçka që po zhvillohet, se nuk mund të ndodhte në një ditë kjo gjë, nuk mund ndodhte në 2 ditë kjo gjë, ky sqarim i mendjeve të njerëzve, jo veçanërisht opinionin ndërkombëtar. Do kohën e vet. Prandaj po përgatitet tashmë materiali final, zoti Berisha theksoi qartësisht që ditë e para të qershorit duhet gati në mënyrë finale materiali denoncimit të procesit zgjedhor, i cili me cilin do denoncohet, do vazhdohet puna kudo.